Tymi zi u ngret në qiell pas një shpërtimi të fuqishëm që tronditi një port pranë qytetit jugor të Bandar Abbasit në Iran. Të paktën 516 njerëz janë nënduar si pasojë e shpërtimit të fuqishëm në qytetin port të Iranit për shkak të kimikateve të përzierë. Bandar Abbas të shtunën sipas televizionit shtetëror iranian. Dogana e Iranit tha se shpërtimi ndodhi në terminalin e kontenjerëve Sina, që është i lidhur me organizatën e porteve të transportit detar. Shërbimet e emergjencës dhe ekipet e ndihmës së parë iraniane ndodhen në vend ngjarje dhe numri i plagosur është rritur me kalimin e orëve pas shpërtimit. Autoritetet nuk kanë treguar ende plotësisht shkaktarin e shpërtimit. Merhad Hasanzadeh, zyrtar për menaxhimin e fatkeqësive, i tha televizionit shtetëror iranian se shpërtimi erdhi nga kontenjerët në portin e Rajai të qytetit. Pamjet në rrjetet sociale treguan një re të madhe tymit të zi. Video të tjera treguan dëme në ndërtesa dhe automjete. Disa persona u pan gjithashtu në zonë duke ndihmuar të plagosur dhe kontrolluar dëmet në pronat e tyre. Porti Rajai është kryesisht vendi i trafikut të kontenjerëve, por gjithashtu ka rezervuar nafte dhe objekte të tjera petrokimike që mund të kenë shkaktuar zjarr.